Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Babun fima yuthna alayhi khair aw shar min al-mauta. Mbi atë që flitet për të vdekurin, përveç kur dikush vdes, njerëzit o flasin mirë për to, o flasin keq. Përgjithësi. عن أنس رضي الله عنه قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما وجبت قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. أنس بن مالك رضي الله عنه ترغم thot kaloi një xhenazë aty afër pejgamberit alayhis salam dhe njerëzit që ishin aty folën mirë për të, lavdëruan, folën fjalë të mira. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: "Wajabat", i është bërë obligim. Pastaj kaloi një xhenazë tjetër më vonë dhe njerëzit folën keq për të. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha të njëjtën fjalë: "Wajabat", i është bërë obligim. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu tha, pejgamberi i Zotit, çfarë ju është bërë obligim të parës dhe të dytës? I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, për atë që folet mirë dhe lavdërut, i është bërë obligim xheneti. Për atë që folet keq dhe s'folet fjalë të mira, i është bërë obligim xhenemi. Pastaj shtoi, antum shuhadaullahi fil ard, ju jeni dëshmitarët e Zotit në tokë. Është e pamundur që për një xhenazë të gjithë flasin mirë e tjetri keq. Është e pamundur që për një xhenazë të gjithë flasin keq e tjetri mirë. S'mund kurrë. Flasin në normalitet, në kushte të jashtëzakonshme nuk ndodhi. Po në normalitet është e pamundur që për një të keq të flitet nga të gjithë mirë, apo për një të mirë të flitet nga të gjithë keq. S'no. Për këtë arsye tha pejgamberi sa ju jeni dëshmitarët e Zotit në tokë. Për këtë arsye njeriu do të mundohet që të ketë raporte të mira me njerëzit, se në fund fare këta njerëz do të jenë dëshmitarët e tij mos vdekjes tij. Ata do i vinë për xhenaza, do të shkojnë ke varri dhe i bë dua. Kështu që njeriu do të jetë i kujdesshëm edhe në raportet e tij me Zotin e vet, po edhe në raportet e tij me njerëzit. Të lej fjalën e mirë, të lej gjurmën e mirë, të lej kujtimin e mirë. Madje ka një hadith tjetër që pejgamberi sa ka nxitur që njerëzit kur vdes dikush të kujtojnë të mirat e të vdekurit. Pra nëse ka përzim në punët, të përmendin të mirat e tij, në mënyrë që t'i hapet nami i mirë e njerëzit të dëshmojnë mirësi për të. Ka bova ki njerë një rast, asë njerëzit e shtëpisë të flitëshën mirë për njërën që kështë ndrujën. Asë njerëzit e shtëpisë, subhanallah. Mos më të bosh pishmon edhe familja, mos më erë keqës familje se ke vdek, se ti të më thonë qarë më të letjen këtë njëri, për Zotin më. Asë njerëzit e shtëpisë nuk vinë të keq, apo nuk ishën bo pishmon pëse kështë vdek rëmë. Sikur ishin e ato, sikur kështë në dhe i dasën në të shpi. Mos më pa piklimi dhe mërzitën të ftyrat e njerëzve. Ndërkohë që ka raste që vdes dikush, mërzitet i qytetit tërë, mërzitet një vend tërë. Subhanallah. Barë do të thonë se çfarë njeriu ka ofruar, çfarë njeriu ka bërë, domethënë. E normalisht njeriu po më nuk kënaq Zotin, edhe njerëzit të kënaqen prej tij, s'ka dyshim. E po i dhënoi Zotin e tij, edhe njerëzit s'ka gjë që i kënaqen më mbrapa. Zoti na falë dhe na mëshiroft.